Që kjo është tepsia e Vlerim Sallahut. As shpejt për rjetvojnë këtë tepsi, sa që po del edhe jashtë soj, e po pik në një vendim ku është e punësuar gruaja e tij në Iber Lefenc. Hadije Imeri, bashkëshortja e tani ushtruesit të detyrës të ministrit të drejtësisë nga radhë televizijës vetëvendosje, Vlerim Sallahu, është punësuar në ndërmarrjen publike hidroekonomike Iber Lefenc, e cila është shoqëri aksionare 100% në pronësitë e qeverisë së Kosovës, që udhëhiqet aktualisht nga Albin Kurti, pjesë të cilës është edhe vetë Sallahu. Emërimi i Hadije Imerit në pozitën zyrtare ligjore mban datën 5 qershor 2025. Kontrata është 1 vjeçare me mundësi vazhdimi, sipas vendimit zyrtar që ka siguruar shënjestër përmes qasjes në dokumente publike. Vendimi është nënshkruar nga Faruk Mujka, kryeshef ekzekutiv i kësaj ndërmarrjeje. Ai, sikurse edhe Vlerim Sallahu, janë pjesë e lëvizjes vetëvendosje. Shënjestër ka tentuar t'i pyes të dy nëse kolegialiteti partijak mes tyre ka ndikuar në epilogun e konkursit, ku u punësua Hadije Imeri, gruaja e Vlerim Sallahut. Asnjëri nuk e hapi telefonin. Në vendim thuhet se Imeri është kandidatja me më së shumë tipik. Kontakti me Hadije Imerin, që i pamundur. Shënjestër mbetet e hapur për ta përfshirë edhe reagimin e zonjës Imeri. Shënjestër pa t'i raportuar ekskluzivisht edhe për punësimin e gruas së Sali Zybës në ndërmarrjen Iber Lefenc. Shënjestër.net